Përshëndetje dhe mirë se vini në kushinën time. Jemi ende në atmosferën e festave dhe unë sot po ju tregoj si përgatitet kulaçi për përsheshin tradicional me gjelteti. Një recetë e thjeshtë, pa shpenzime, por me një shije të mrekullueshme. Le t'ja nisim. Në tas kam 1 kg miell, i shtuam një gotë 200 ml me miell misri. Vazhdojmë të shtojmë diku tek 1 lugë gjelle me krip dhe më pak se 1 lugë çaj me sodë buke. I përziejmë përbërësit e thatë. Është gati. Pak nga pak fillojmë të shtojmë ujin. Uji është ujë ambienti. E shtojmë gradualisht. Nuk e mat asasin e ujit, por thjesht të përgatitet një brum i butë dhe jo i ngjitshëm. Është mielli i misrit ai që luan një rol të rëndësishëm në përgatitjen e kulaçit për përshesh. Pasi përsheshi del i shkrifët, jo i ngjitur dhe nuk ndihet fare mielli i misrit. Nuk të bezdis për ata që nuk e dëshirojnë. Thjesht i shton shijen. Vazhdojmë ta ngjeshim derisa mos të na ngjitet në duar. Mirë është që kulaçi për përshesh të përgatitet një natë para. Lyejmë një tavë me vaj ulliri, qoftë edhe vaj të zakonshëm. Hapim në të brumin e kulaçit. E përshtasim mirë. Dhe që kulaçi mos të krijoj shumë vëllim, mos të fryhet shumë, unë do t'i bëj lart disa brima me pirun. Marrim një pirun dhe fillojmë t'i bëjmë brima sipër. Në mënyrë të shrekullt po e bëj me pirun. Dhe më pas direkt në furrë në 200 gradë zakonisht e pjekun, por gjithmonë pjekja varet nga soba juaj. Unë kam 2 soba dhe të dyja pjekin në kohë të ndryshme. Ja dhe kulaçi i pjekur e kam lënë pothuajse gjithë natën të kulloj dhe kam gati për përgatitjen e përsheshit me gjel. Kështu e përgatiste nana ime kulaçin për përshesh dhe kështu vazhdoj ta përgatis edhe unë prej vitesh. Të dashur miq, kjo është edhe receta e kulaçit që përgatis unë për përshesh. Del një përshesh i butë, i shkrifët dhe perfekt për gjelin e detit. Shpresoj t'ju pëlqej receta. Mos harroni të lini një koment, të bëni like dhe të abonoheni për më shumë receta tradicionale nga Pasion Kushine. Edhe një herë, gëzuar festat!